Zotri Zeq, me dëgjon? Po? Okej, a je gati me u sfidu? Po. E sa në pamje tjetër po e shohim kryetarin e lëvizjes vendosje. Nëse qa e qem të menu, teksa voton. unë e ju. Jo, a? Me kë ishe ti atje? Me kë ishe në kamerë? Me Gent Gracën, a? Me Gentin, më me mojtën e kamerën, di me mojtë. Ja, s'din ti me mojt kamerën. Afro të uj, afro me afro ujt, hajde. Sa ma afro ujt. Hajde afrom bashkë. Edhe anijet ishin bukra, Arben, me ndoj qitë pjesë. Ja, s'ka nevoj për anijet ato. Barkat e vogla, po, të mira janë edhe ato, po, nuk në duen të ashti. Zonja edhe zotri. Zeqa është gazetar me përvoj, i ri tek ne në stafin tonë, por me përvoj. Edhe unë e sfidoj drejt për drejt me një kërkes shumë specifike. Zeq, nëse i zbath këpucët edhe qorapët edhe i fut këmbët në uj, drejt për drejt, nesër një drek kudo që ti zgjedh e ke nga unë. Kështu që na shikus t'i kena dëshmitarën e veç po vazhdaj. Zonja dhe zotri është duke ndodhur momenti i zbathjes këpucë edhe futjes së Zeqës në uj. Maje mikrofonin me vete dhe na jep emocionet e këtij depërtimin. Po, pa tjetër. Zonja na tha së është i uj ftëft, jo, s'ka ka mirë është puna. Mirë është puna. Arben, a më i me vendosën e restoranin ku kena me shku nesër? U kry kë ma vetë, të kry me ki këtë punë. Bravo, falenderit shumë. Trego, kam përshtypin me që në këtë moment me po me ditë peshqit e Patlavës që ka ndodhë, në ujë qonë dhe protestojnë. Falenderit shumë në leni me këta pamje të mrekullueshme. Është notarja që e kishim në intervjist që teksa po futët në ujë, ta ndjekim edhe këtë moment gjithçka drejt për drejt. Atmosferën, ju lutem, atmosferën nga ty. Gjithçka e bukur, ndjekim edhe deklarimin e kryetarit të vetëvendosjes. Po i mbajmë kështu në dyja daljet. Gjithçka fantastike. A jeni okej? Jo, telefonin ole ka.